Rruga e Muzinës, një nga segmentet më piktoreske që lidh Gjirokastrën me Sarandën, po tërheq gjithnjë më shumë vëmendjen e turistëve të huaj. E rrethuar nga gjelbërimi, peizazhe mahnitëse dhe ajër të pastër, kjo zonë është kthyer në një ndalesë të preferuar për ata që udhëtojnë me rulota në jug të Shqipërisë. Një çift nga Austria, Lorik dhe Stefani, kanë rreth 3 javë që po eksplorojnë Shqipërinë me rulotën e tyre, ndërsa prej 4 ditësh janë vendosur në një pikë panoramike në këtë rrugë. Ndihemi të sigurt dhe të mikpritur në këtë vend. Është një përvojë e paharrueshme. Natyra këtu është e jashtëzakonshme, është e qetë, e pastër dhe ideale për të pushuar, po na pëlqen shumë. Shumë prej vizitorëve të huaj zgjedhin të ndalojnë për disa ditë pikërisht në këtë zonë, duke i qëndruar në natyrë përpara se të vazhdojnë rrugëtimin e tyre drejt rivierës shqiptare. Me rulota të pajisura për pushime në natyrë, ata e shijojnë qetësinë dhe bukurinë që ofron kjo rrugë. Shqipëria ka shumë bukuri natyrore dhe rruga e Muzinës është një nga vendet e preferuara për të kaluar disa ditë. Tani do të largohemi për të eksploruar jugun. Po e shijojmë çdo moment këtu. Peizazhet janë mahnitëse dhe atmosfera shumë relaksuese. Më pas do të largohemi drejt rivierës. Pas qëndrimit në Muzinë, çifti planifikon të vazhdojë drejt Ksamilit, Sarandës dhe më tej në jug të vendit.